Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona, si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje i adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë të nderuar, një prej veprave më madhështore me të cilën Allahu i Madhërisht e nderon robën e tij besimtar është edhe sadakaja. Edhe muaji Ramazan është muaji në të cilin edhe vetë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka veçuar dhe e ka dalluar me bujari. Si tregon Enesi radhiyallahu anhu warda, thot pejgamberi Allahut ka qenë çdo herë bujar, në veçanti në Ramazan. Pra ashtu siç i ka shtu vepra tjera në Ramazan, e ka shtu edhe bujarin. Për arsye se bujaria është prej cilësive më të larta të një besimtari. Para se gjithash është prej emrave të Allahut subhanahu wa taala dhe prej cilësive të tij të larta. El Kerim, Allahu e ka quajtur veten si bujari absolut. Dhe përrjedhoi pastaj edhe besimtarët e Allahut Madhërisht duhet të karakterizohen me këtë cilësi të lartë njerëzore, me bujari. Prandaj ata japin për hir të Allahut, japin në rrugt të Allahut, jo për të shpenzuar nga pasuria e tyre, por për të investuar për ahiretin e tyre. Allahu në Kur'an thot: "Wa ma tunfiqu min shay'in fali anfusikum." Çfarë do që ju shpenzoni është për të mirën tuaj, pra është për veten tuaj. Dobinë e saj e përfitoni ju, e përjetoni ju. Ajo as pak nuk i bën Allahu diçka, nuk i shton nga sundimi i tij, apo nuk ka kurfar ndikimi tek Allahu subhanahu wa taala, sepse Allahu është i pavarur nga ne. Allahu është i mbi natyrshëm, i plot fuqishëm dhe i pa nevojë për veprimet tona. Por ne jemi nevojtar për shtimin e vlerave tona. Dhe nuk na shtohen vlerat vetëm se përmes veprave fisnike. Dhe një prej veprave më fisnike është padyshim sadakaja apo bujaria, kur besimtarët e Allahut japin për hir të Allahut, në rrugt të Allahut. Prandaj Allahu në fillimin e këtij ajeti thot: "Wa ma tunfiqu min shay'in fali anfusikum." Çfarë do që ju të shpenzoni, të jepni, atëherë atë e keni për veten tuaj, pra është në dobinë tuaj. "Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah." Dhe nuk jepni, pra nuk duhet të jepni vetëm se duke e synuar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk jepet vetëm se për Allah. Nuk jepet as për famë, nuk jepet as për lavdatat njerëzve, por jepet për të arritur kënaqësinë e Allahut të Madhërisht. Pastaj vazhdon e thot: "O ma tunfiqu min shay'in, o ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tudhlamun." Nuk ka mundësi të jepni diçka prej mirësisë suaj, prej pasurive tuaja, me të cilat Allahu juve ju ka begatuar, vetëm se Allahu do t'ua kompenzojë ato. Dhe derisa Allahu premton për një gjë të tillë, nuk ka mundësi një pasuri të ndahet nga xhepi ynë, nga ekonomia jon familjare, nga pasuria jon materiale, vetëm se Allahu do ta kompenzojë atë. Dhe një gjë e tillë është e garantuar me premtim hynor. Wa antum la tudhlamun, dhe s'ka mundësi t'ju bëhet padrejtësi. Pra Allahu në një farforme po eliminon çdo lloj frike nga dikush i cili eventualisht mund të dyshoj se do t'i paksohet pasuria materiale nga ajo shumë apo nga ajo shifër që ai nxjerr prej pasurisë së tij. Përkundrazi, vetëm se shtohet e begatohet pasuria. Prandaj në botë nuk njihet dikush që ka dhënë për hir të Allahut, në rrugt të Allahut, e që ishte paksuar pasuria e tij. Përkundrazi, vetëm i është shtuar. Ndërkaq ka të shumë për atyre të cilët e kanë penguar, e kanë shtrënguar dorën e tyre, nuk kanë dhënë rrugt të Allahut, në veçanti zekatet obligative, vetëm se ua ka paksuar Allahu pasurinë. Sepse një gjë e tillë është e garantuar nga ana e Allahut Madhërisht. Cilat janë benefitet kryesore të sadakas apo të dorëdhënies për hir të Allahut dhe në rrugt të Allahut? Fillimisht është ajo se sadakaja bëhet shpëtim nga fatkeqësitë jetësore. Allahu na ka mësuar përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "As-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nar." Sadakaja
e shuan, e asgjëson, e zhbën krejtësisht gabimin dhe mëkatin, ashtu siç e shuan uji zjarrin. Dhe ne gjithë e kemi parasysh se çfarë është në gjendje të bëj uji në raport me zjarrin. Pra uji e shuan tërësisht zjarrin. E ka këtë impakt, e ka këtë fuqi dhe këtë mundësi. Dhe pejgamberi Allahut e ka shëmbulluar qëllimisht për ta eliminuar çdo mundësi dyshimi se me sadaka mund të paksohet pasuria jonë. Dhe një herë na ka treguar se kjo bëhet mburojë për ne. I kemi dëgjuar shpesh pleqt teksa thonë e pas ka mbrojt sadaka, e pas ka shpëtu sadaka, pra në raport me fatkeqësit. Kjo është pikërisht nga ky hadith madhështor. Pra nuk është fjalë goje e pleqve, por para se gjithash është mësim profetik, është mësim nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili po thotë se sadakaja e asgjëson gabimin jetësor, ashtu siç uji e shuan zjarrin. Që i bie, nëse ne e mbrojmë veten nga gabimet jetësore, realisht e mbrojmë veten nga fatkeqësit, sepse Allahu në Kur'an thotë: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Nuk ju godet juve ndonjë fatkeqësi vetëm se për shkak bëmave tuaja, veprave tuaja. E fatkeqësit si pasojë çkafit vijnë, si pasojë gabimeve, si pasojë mëkateve, e gjunave. Dhe sadakaja është për atyre faktorëve që i zhbën mëkatet tona, i asgjëson ato, i tjetërson krejtësisht. Madje Allahu tregon në surën Furqan se besimtarët e tij devotshëm, të cilët pendohen nga gabimet, pendohen nga gjunat, dhe një prej formave të pendimit sinqert është edhe kur japim në rrugt të Allahut, pra në një farforme e shpërlajmë veten me sadakat ndryshme, atëherë Allahu jo vetëm që na i fal gabimet, por edhe ato i shndron në mirësi. Pra dikush mund me pas gjunahe sa malet e sa kodrat. Allahu gjitha ato kodra me gjunahe ja shndron në sevape. Si ka mundësi? Allahu e bën këtë sepse është i plot fuqishëm. Për shkak se ky rob ja ka dëshmuar Allahut vendimin e sinqert, jo vetëm përmes fjalëve gojore, por edhe përmes veprimeve konkrete. Dhe një prej këtyre veprimeve është sadakaja. Kur dikush nxjerr prej pasurisë tij materiale për hir të Allahut, një gjë e tillë nuk është e lehtë, por është fisnike. Pra, derdhësh nga djersa jote, nga mundi yt, gjitha i kontribut familjar, gjitha i angazhim, edhe të përfitosh edhe prej këtij malli, pra, prej kësaj pasurie që ti e ke grumbullu me nxjerrje shumë caktuar të pasurisë dhe me dhënë rrugt të Allahut, është sakrificë, normalisht, nuk e bën çdo kush këtë, vetëm ai që ka zemër. Por kushdo që e bën, realisht është duke investuar në shpirtin e tij. Është duke mbrojtur veten nga fatkeqësitë e ndryshme, sikurse po na tregon pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse ky hadith tregon qartë se dhurimi i përzemërt mund ta pastrojë zemrën. Pastrimi i zemrës pastaj neve na mbron nga fatkeqësitë eventuale. Pastaj sadakaja bëhet edhe shpëtim në ahiret. Pra e ka këtë ndikim. Allahu ka caktuar që përmes sadakas ne të shpëtojmë në ditën e gjykimit. Prandaj thot Allahu në Kur'an: "Ma tunfiqu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Nuk ka mundësi që ju me dhënë diçka, me shpenzu nga pasuria juaj, vetëm se Allahu do ta zaventësoj atë. Pra do ta kompenzoj Allahu. Dhe ai është furnizuesi më i mirë. Dhe kjo na mëson se çdo dhuratë për hir të Allahut shpëton dhe e rrit pasurinë tonë, e begaton ata, duke filluar nga pasuria shpirtërore, sepse dordhënia dëshmon për pasurinë e shpirtit të besimtarit. E dyta, kjo bëhet mburoj në ahiret, shpëtim në ahiret dhe gjithashtu dëshmi imanore. Prandaj në një hadith tjetër thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam: "As-sadaqatu burhan." Sadakaja është argument, është dëshmi e çkafit, dëshmi e imanit, sepse jo çdo kush është në gjendje me dhënë për pasurisë tij, vetëm ai që ka iman, vetëm ai që ka vlerë imanore. Prandaj besimtarët e Allahut shquhen historikisht nga gjenerata e parë, duke filluar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si dordhansa, si bamirsa, si bujar. Ju e dini mirë se pejgamberi Allahut nuk ka qenë çdo herë i varfër. Ka pas periudha jetësore që ka qenë shumë i pasur, por asnjë prej pasurive që e ka poseduar nuk e ka mbajtur për vete. Gjithë i ka dhënë. Dhe në fund jetës së tij, e vetmja pasuri që e ka lënë pas vetes ka qenë vetëm një gjybe që e ka pas për qefi, gjybën e Hadramautit, e ka pas dhurat, edhe një parzmore që e ka lënë si hipotek tek ai qifuti, kur i ka marrë borxh, edhe në rast se s'mund me ta kthej borxhin, ja ka lënë si hipotek parzmoren. Pra edhe çat parzmoren nuk e ka pas vetën.
Se në momentin që ka dhënë shpirt, atëherë e ka mbajt qifuti si kompenzim për borxhin që e ka pas pejgamberi Allahut ndaj tij, në mënyrë që ai mu barazu para madhërisë së Allahut. Pra e vetmja që ai ka mbet ka qenë gjybja. Para mendone, një pejgamberi Allahut, një lider i fuqishëm, i cili në majat e suksesit dhe të pasurimit material, ai i ka dhënë krejt në rrugt të Allahut. Kushdo që i ka ardhur në shtëpi dhe i ka trokit, i ka kërkuar diçka, ka qenë e pamundur me kthy pa diçka. Kushdo që ka ardhur i ka kërkuar, i ka dhënë me aq sa ka pas mundësi, derisa krejt i ka dhënë në rrugt të Allahut. Pse? Ai këto i ka pa investim për shpirtin e tij, i ka pa investim për ahiretin e tij. Sadakaja nuk është vetëm materiale. Sadakaja është katër lloje. Fillimisht është ajo materiale dhe kjo është ajo që zakonisht ne e njohim dhe e dim. Pra, kur japim një pjesë prej pasurisë tonë, për hir të Allahut, në rrugt të Allahut. Fillimisht nga ajo obligative për të pasurit që është zekat, por ka pastaj edhe sadaka vullnetare. Nafile që e bën dikush nga vullneti i tij dhe nga bujaria e tij. Pastaj ka sadakat diturisë. Do të më dhon zekat edhe diturisë. Nëse Allahu të ka dhënë njohuri të caktuara, dikujt si hoxh, dikujt si mjek, si ekonomist, si jurist, si zanatli, si zejtar, dhe ti e posedon një mundësi të tillë, një dituri të tillë, është mirë me ia dhënë zakatin me mësu të tjerë, është mirë me përhap diturinë, është mirë që ti me reflektua edhe tek të tjerat me atë njohuri që ti e ke. Sepse kësaj ja japim na sadakën diturisë që e kemi, dhe një prej kapitaleve më të çmuara, madje është shumë më vlerë dhe shumë më e çmuar se sa pasuria materiale, është pasuria intelektuale, dituria. Nëse Allahu ta ka dhënë ty një njohuri, një shkencë e caktuar, apo një zanat, një zeje, dhe njerëzit përfitojnë prej teje, pa na shkalu dhe përfitimi material. Është krejtësisht normale ti me përfitu, se njeriu duhet me jetu dyqysh. Po në raste të caktuara, nxirr talebe, eduko gjenerata, si hoxh, si mjek, nëse ty të ka ndërua Allahu me qenë për mjekve që mund të jesh mësues i të tjerëve dhe orientues i të tjerëve, një lloj udhëheci atje në spital apo në një sektor të caktuar, bëu shkak i avancimit të talebeve, studentave të ri. Nëse ta ka dhënë Allahu një zanat, mos qyr me shtryll ata. Mos qyr me shfrytzu maksimalisht, po jepi për diturisë tënde. Bëna ato me dal nesër një zanatli dhe më i mirë se ti, sepse kjo ka me qenë sadaka rrjedhse pastaj për ty pas vdekjes, sikur se na ka treguar pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam se njeriu kur vdes i ndërpriten të gjitha veprat përpos 3 sosh. E para ka thonë është sadakaja rrjedhse. Ajo që ti e bën për hir të Allahut dhe është rrjedhse. Si është rrjedhse? E ndërton një urë, e ndërton një shkollë, një qeshme diku për hajrat. Pra, zakonisht sadaka materiale. Edhe kushdo që shfrytëzon prej këtyre mirësive, prej këtyre sadakave të trashëguara nga ana jote, ty të shkon në kontën e mirësive dhe të veprave tua, të sevapeve tua, me lejen e Allahut edhe pas vdekjes. Pastaj ka thonë ilmin yuntafa'u bihi, edhe një dituri, një shkencë, një njohuri, një zeje që dikush e ka zotruar dhe e ka mësuar dikujt. Pas vdekjes, krejt ata studenta, krejt ata nxënësa, ata talebe që kanë kalu përmes durve të këtij mësuesi, çdo avancim i tyre ka më shku mësuesit sevapi. Dhe kjo është një vlerë shumë e madhe. Dhe në fund thotë e waladin salihin yad'u la, edhe një evlad i mirë i hajrit që lutet pas vdekjes tij. Pra gjitha ato namazet, gjitha ato vepra të mira fisnike, gjitha adhurimet, madje edhe pengimet nga haramat që i bën evladi i shkojnë prindit mirë sevape, pra si sadaka rrjedhse dhe vazhduese edhe pas vdekjes tij. Pastaj kemi sadakat fjalës mirë. Edhe retorika jon, edhe goja jon e ka një lloj sadake. Në vend se të flasim keq, pse mos flasim mirë? Zatën ky është parim kuranor. Thot Allahu në Kur'an: "Wa qulu lin-nasi husna." Njerëzve flisni një fjalë të mira. Unë çuditem me disa njerëz se si kanë prirje edhe sa shpejt nguten me fol fjalë të pamatura. Mos flasin për fjalë banale. Ruani gjuhën, sepse gjuha është pasuri. Gjuha është faktor kyç në ditë gjykimit. Në bazë asaj që do të flasim, do të gjykohemi në ditë gjykimit. Madje ajo që më shumë ti do të ndikojnë në përfundimin ton, edhe në këtë botë, në botën tjetër është pikërisht ajo çfarë flasim, sikur se i ka thënë Muadh ibn Jabelit, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Muadhi është çudit kur ka dëgjuar që do të merremi në llogari për fjalët tona, për gjuhën tona, sepse ai ka menduar që do të merremi në llogari vetëm për veprat tona. Ka menduar që nuk shkruan lapsi për gjuhë, shkruan vetëm për gjymtyr, vetëm për vepra. Ka thënë ja Rasulullah, a do të merremi në llogari edhe për fjalët që i flasim? I ka thonë të pas nëna, të pas të Muadh.
Çka mendove ti? Në ditën e gjykimit, ajo që më shumti do t'i bëjnë njerëzit të tërhiqen zvarr sipas një komentimi, apo sipas një përkthimi, sipas përkthimit tjetër, do të zhyten, do të gjuhen në zjarr xhenemit, është për shkak të asaj që kanë korrur me gjuhët e tyre. Illa hasaidu alsinatim. Pra ajo që korrim ne me gjuhët tona. Gjuha ditë jetë shumë më impres se drapri, më impres se kosa, më impres se shpata. Dikë mund ta korrim me një fjalë, t'ja korrim shpirtin, t'ja korrim ëndrat, t'ja korrim planet, t'ja korrim dashurinë, t'ja korrim respektin, vetëm se nuk kemi qenë të matur në fjalë. Po dikë tjetër mund t'ja zgjidhim një problem jetik, mund t'ja zgjidhim një problem jashtëzakonisht madh, mund t'ja qetësojmë shpirtin, mund t'ja shndrojmë lotët e pikëllimit në lot gëzimi, vetëm me një fjalë të bukur, me një fjalë të mirë. Andaj le t'japim sadaka gjusore sa më shumë që të kemi mundësi dhe përfund është sadakaja e veprimeve të vogla. Nëse tipet mundësia me largu një të keqe nga rruga, nëse tipet mundësia me ashti krahun dikuj me ndihmu me kalu rrugën, dhe sa më të nevojshëm që t'jenë këta njerëz, sikur janë të verbrit, të moshuarit e kështu me radhë, aq më tepër do të shpërblemi dhe kjo është sadaka veprore, sadaka fizike. Jo çdo kujt Allahu i ka dhënë mundësi me dhënë sadaka materiale. Por ja Allahu na ka dhënë mundësi tjera, përmes fjalës mirë, përmes diturisë, përmes veprimit, ndonse shumë të pakt në numër apo në sasi, por shumë të vlefshëm tek Allahu në cilësi. Por dikë largimi një dege mund të jetë diçka shumë e thjeshtë. Nuk mund t'ja mbush syrin, po dikush e ka fituar xhenetin pikërisht me çat vepër. Sikur se ka fituar Ukasha, sahabiu i nderuar. U qu i pare i ka largu degën për rrugës edhe e fitoi xhenetin. Pejgamberi Allah tha, e fitoi xhenetin Ukasha. U qu tjetri më njerë, tha sabaqaka biha Ukasha. Ta mur Ukasha tha. Pse? Këto janë sekretet Allahut. Ne nuk e dim se ku na fshihet xheneti. Mund na fshihet xheneti tek një fjalë mirë. Mund na fshihet xheneti tek një gur në rrugë që e largon. Mund na fshihet xheneti tek një ndihmë që ja bëjmë dikujt fizike, një të varfri apo një të moshuari apo një të verbri. Mund vetëm një mësim, një ajet, një hadith që ja ke mësuar dikujt ti, Allah më ta dhon xhenetin për atë vepër që e ke bërë. Andaj lutim Allahun e Madhërisht që të na bëj prej dorëdhënësave material, edhe prej bamirësave, edhe shpirtëror, edhe intelektual, por edhe vepror në mënyrë që ta fitojmë xhenetin e Allahut, apo të bëhemi prej atyre që do ta meritojnë apo do të begatohen me faljen e Allahut dhe me mëshirën e Tij. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.